Një nga zonat më të bukura që ka Shqipëria, jam mbi një nga liqenet akullnajor. Është një liqen i vogël, fakti është shumë i madh, kështu mund ta shihni dhe më mirë sipërfaqen e tij, ja e gjitha. Duhet të jetë diku tek 1000 metra katror, jo më shumë, i cili aktualisht është komplet i ngrirë. Jam në zonën e qafthores. Shifeni njerëzit që ngjiten sipër, edhe pamja spektakolare e maleve. Duke qenë liqen jam pak më poshtë në fakt, po tani do t'ju tregoj edhe rrugën për të ngjitur sipër, po marr këtë drejtim që rruga është e pashkelur. Zakonisht kam thënë që një nga vendet më të bukura në Shqipëri, Shqipëria ka shumë vende të bukura, edhe po kjo pjesë është fantastike. Është lartësia 1780 metra, aty pak më sipër 1740 këtu. Pamja është, thash, e jashtëzakonshme, vetëm do shihni, është pak i vështirë se bora është shumë e thellë. Shqipe është e pa shkelur fare, jam duke e shkelur unë në këtë drejtim. Edhe këtu shkohet, ngeca. Ngeca sepse është shumë. Do shihni që bora ka mbuluar dritaret e shtëpisë. Shif çfarë pamje që ka. Kjo është kryevepër, ja dera e shtëpisë. Kjo është dera, pra ti duhet ecësh këtu, nuk duket më edhe nga dritaret, pra kjo është dera. Shife. I pas kam vënë disa karrige aty. Shife çfarë pamje. E gjithë zona rreth rrotull është manice. Të gjithë shtëpitë janë mbuluara me borë. Qafthore është një nga zonat më spektakolare të veriut, sepse është një zonë ku bora nuk ndalon asnjë moment. Ka dhe shumë njerëz që vinë sidomos nga zona e Shkodrës. Rreth rrotull janë male të larta, mali atje sipër mbi 2000 metra. Po mundohem të eci pak më shumë, duke i treguar edhe historinë e zonës. Historia e zonës është fantastike, shikoj jam. Shife komplet mbi një shtëpi të bllokuar. Edhe pamja është fantastike, ndërkohë shiheni. Të gjitha shtëpitë janë gati të zhytura në borë. Të gjitha. Tani të vazhdoj të eci pak për t'ju treguar më shumë. Vazhdoj të eci tani, po nuk është edhe aq e thjeshtë. Pamja është shumë e bukur, me bezdisë edhe çanta e dronit që ka me vete. Shifeni çik pamjet. Shife se si janë. Ti duhet të ecësh dhe të çarsh borën, në këtë pjesë është çar, pjesa tjetër është e paprekur. Ky këtu është një liqen akullnajor, ju thash, që mund ta shihni dhe vetë. Liqeni ka rreth 1 metër borë, ndërkohë që këtej shkohet në zonën e restorantit Bunit Bajraktarit. Buni është shumë interesant për një arsye të thjeshtë, është zona me më shumë borë në Shqipëri. Thonë që në Bunin e Bajraktarit mund të vish edhe në qershor dhe të gjesh borë deri në nivel 1 metër në këto zonat këtu. Nuk e di cila është arsyeja që kjo zonë është me kaq shumë rreshje bore, po shifni pak se si është zona që çon për në shtëpitë e vogla. Në këtë drejtim është restoranti, rash, herë bie në thellësi të madhe të borës. Shife. Kurse kjo këtej është pjesë që çon shumë e bukur. Po i vi rrotull të shtëpive për të treguar. Është një strukturë që nuk përdoret në dimër, përdoret vetëm në verë, sepse në dimër është vetëm për restorant, për drek. Nuk mund të shërbehet darka. Ndërkohë, shifet si është pjesa që lëviz midis shtëpive. Ka mbi 1 metër borë, dyert janë të mbuluara. Dhe të tregoj edhe balkonin më të bukur që ka Shqipëria, është plot me fëmijë. Në fakt,
t'ju tregoj. Shifeni, shtëpia është komplet e mbuluar. Nuk e di a keni parë ndonjëherë kaq shumë dëbor në jetën tuaj. Si çfarë pamje ka. Ju meritoka dhe për të bërë një video se që nga fantastike. Pamja që nga kryevepër. Wow, po ndaloj një sekond, po ju çoj këtej për të bërë një pamje, një foto. Pamja është e mrekullueshme. Kjo është pamja e po vazhdoj me pamjen. Shifet çfarë mrekullie që është. E gjithë shtëpia është e bllokuar nga dëbora, është mbushur krejtësisht me dëbor, edhe po të ecësh në këtë drejtim, shef shtëpinë tjetër. Këtu mund ta dallosh nivelin e shtëpisë se çfarë niveli është mbushur me dëbor. Shife. Vetëm këtu kuptohet. Shif shtëpi tjetër krejtësisht e ngrirë nga dëbora. Shtëpia është brenda. Domethënë këtu mund të shihni derën e shtëpisë. Shifë si është dera e shtëpisë. Komplet brenda në dëbor. Komplet brenda. E gjithë shtëpia. E ndërkohë këtu po e afrohem pjesës fantastike të maleve. Kjo është pjesa më e bukur që mund të shofësh këtej në këtë anë. Wow, çfarë pamje. Tani jam, nuk e di, a eci do sepse bora është shumë e thellë dhe këtu ka shenja që tregojnë që s'duhet iket më tutje. Shumë e thellë. Shivi malet. Kjo është rruga që mirëmbahet edhe gjithë pjesa tjetër e zonës së qaftores. Komplet shtëpi të mbuluara nga bora. Edhe shumë njerëz që përpiqen këtu të shfrytëzojnë borën për të luajtur me fëmijët sidomos. Është një nga zonat më të bukura në fakt Shqipëria është kryevepër në dimër dhe në verë. Dhe nëse ka një vend të bukur është ky. Dhe para se të them miropafshim, shihni edhe një herë pamjen e maleve në një nga zonat më spektakolare të Shqipërisë. Qafën e Thores. Mund t'ju tregoj dhe rrugën për të ardhur deri këtu. Shifni çfarë kryevepre.